Izraeli njoftoi të dielën se kishte goditur objektiva të Hezbollahut në Liban si kundërpërgjigje ndaj sulmeve ndërkufitare. Izraeli tha se kishte goditur objektet dhe zonat nga ku lëshoheshin raketat e Hezbollahut. Grupi i mbështetur nga Irani tha se kishte sulmuar objektiva të ushtrisë izraelite në anën tjetër. Izraeli dhe luftëtarët e Hezbollahut kanë shkëmbyer zjarr përgjatë kufirit pothuajse çdo ditë që kur shpërtheu lufta në Gaza më shumë se 2 muaj më parë. Dhuna e cila është zhvilluar kryesisht në zonën kufitare ka vrarë më shumë se 130 persona në Liban, përfshirë 94 luftëtarë të Hezbollahut dhe 17 civil. Në Izrael ndërkohë duket se janë vrarë 8 ushtarë dhe 4 civil. Ushtria izraelite tha se u është përgjigjur sulmeve të Hezbollahut me artilleri, zjarr tankesh dhe sulma ajrore mbi bazën e grupit libanez. Hezbollahu thot se ka qelluar një sër objektivash ushtarake izraelite përgjatë kufirit, përfshirë edhe një kazermë, një qendër komandimi dhe një vinç ushtrie që instalonte pajisje vëzhgimi. Izraeli nuk ka raportuar për viktima nga sulmet e Hezbollahut me raketa në pjesë të Izraelit verior.